Pas fatkeqësisë natyrore, Baba Vangës i del një tjetër parashikim tronditës për 2025-ën. Pak kohë më parë u vërtetua se një nga parashikimet e Baba Vangës u bë realitet. Bëhet fjala për tërmetin që ndodhi në Azinë Juglindore dhe që u mori jetën të paktën 2700 personave, por nuk mbaron këtu. Legjendës bullgare emri i vërtet i së cilës është Vangelia Pandeva Gushterova i ka dalë një tjetër parashikim që ka habitur jo pak njerëzimin me vërtetësinë e parashikimeve të saj, të cilat çdo ditë më tepër po marrin jetë. E quajtur ndryshe si Nostradamus i Ballkanit, Baba Vanga parashikoi se në vitin 2025 do të ndodhë një katastrofë ekonomike globale me tarifat e vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Parashikimi i saj u soll në realitet. Tarifat e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngjallur realisht një kaos mes fuqive të mëdha të transportit dhe tregtisë globale, aq më tepër sa u takon tarifave të Kinës, e cila vazhdimisht është duke u hakmar me kundër tarifa dhe që në fakt duket se po kthehet në një luftë të ftohtë tregtare. Tarifat përfshin shumë vende të tjera europiane, të cilat duket se kësaj here janë edhe më të bashkuara kundra politikave të Trump. Pas tarifave të vendosura, ka pasur një ulje të inflacionit dhe ndryshime të tregut në një pjesë të vendeve. Megjithatë, sipas ekspertëve, pritet të ketë rritje të çmimeve të shumë produkteve që do të prekin konsumatorët në mbar globin, edhe pse shumë vende kanë ngritur kryet kundër politikave të Donald Trump. Ky fundi duket se nuk do t'ja di dhe është i vendosur në vizionin e tij.